A tanin ma shumë qysht kanë lëndu, a kusht ka lëndu? Unë jam anduena dhe kjo është menimi jam. A e keni vrejt që kur lëndosh për diçka, t'vinë ndjenjat përzime që se dën qa po t'dha ma shumë. A fakti që je lëndu, a kusht ka lëndu? Ty marra do t'më tardh që shoku tënë matë ngushtit, hej, ja ke fut thik mas shpine në damar të rritës. Se shpesh dhimbja nuk është problemi kryesor, po pritshmëritë. Nëse vjen prej dikojt që s'ki naj farë muhabeti fort ashtu, ti s'është e analizon, e kalon. Ama kur vjen prej dikojt që ki raport më të afërt, seni i njëjtë përjetohet shumë anë. Ja nis me menu pse, qysh, çaj bona, çau bo. Edhe që tu fillojnë filmat në kokë. Ai versioni joti në Netflixit, pas skip intro, pa pauzë dhe veç replay. Will I get over it? No. But life goes on. Not for me. Psikologjikisht që kjo po u lidh ke me nisan shumë thjesht. Truni po e lidh ke dhimbjen me besimin e thyr. Do me thonë nuk është veç çka ndodhi, po kush e boni. Se na investojmë shumë emocionalisht për njerëzit që i konsiderojmë tonë. E kur ata gabojnë, nuk thyet veç situata, po krejt narrative që na e kemi kriju për ta. Po që tu tash vjen kthesa që neve s'na pëlqen fort. Se shumë shpesh fokusi jon për kush ma boni na mban shumë ma gjatë në çat situatë se sa vetë gjëja që ka ndodhur. Se ti sa herë po e në mendje, nuk je ka për punojnë, po e rinjallë. E qëto e kisha lidh pak me teorinë e Mel Robbins që thot që njerëzit janë shumë ma pak të fokusun të te se sa që te menojnë. Se krejt janë zënd me vetën, me problemet e veta, me dramat e veta. Edhe kur të lëndon dikosht, shpesh nuk është që qaj person ka planifiku me ta shkatru jetën, po që thjesht është ka e menaxhon keq ka usin e vetë. Pra, ti si e gjithë targeti. Shpesh je veç pasoja. Edhe kjo s'është që justifikon veprimin, ama e ndryshon perspektivën. Se në momentin që ndalon me u fiksute kush ma boni, fillon me pa çka me bo one mas qësaj që ndodhi. E këtu të na vjen pjesa që neve s'na pëlqen e që është përgjegjësia. Jo për çata që ndodhi, po për çka vjen mas qasaj. Se tash ti je para dy opsioneve. Ose me muajt në kokë qatë situatë me ditë, muj, vite, ose me vendos që si jep qash rëndësi. E nëse vendos për të parën, je ka ja bën vetet. Edhe nashta pyetja nuk është kush ma boni, nashta pyetja më e dobishme i shkon deri kur on ka me bajt gjallë këtë histori. Dhe të sa ne vetën, të mos e mbajt barën e krejve vetë.